Ministri e Mbrojtjes Mimi Kodeli ka përforcuar qëndrimin e dikasterit që përfaqëson se Arben Imami ka abuzuar me shumë amaramëndse duke i shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm kolosal. Ajo që dinim, duke e parë qeverinë nga jashtë, ishte më pak se sa ajo që po zbulojmë dita ditës, duke parë nga brenda gropat e buxhetit dhe shpellat e korrupsionit qeveritar. Ky qëndrim i saj nuk ka kaluar në heshtje nga kolegët e saj demokrat, të cilët teksa ajo fliste, kanë komentuar në zë çdo fjalë që lidhe me abuzimet në spotet publicitare. Personi nuk ka faj, sepse i mësuar siç është që të marrë dhe zbatoj vetëm urdhra nga lideri i tij, zotëria as nuk e imagjinon dot se marrëdhënia ime dhe marrëdhënia jon me liderin e partisë, sot kryeministri i vendit, as ka qenë, as është dhe as nuk do të jetë një marrëdhënie pronar qirak. Por i prekuri në këtë rast ish ministri i Mbrojtjes Arben Imami e ka cilësuar të gjithën sulm personal ndaj tij. Zonjë do kishte bërë mirë, mos flisnit për personin, sulmet ndaj personit janë të vazhdueshme nga partia juaj prej 2 vjetësh. Qëllimi edhe i këtij sulmi të fundit është sulmi ndaj reputacionit dhe personalitetit të njeriu, veproni gabim. Ju garantoj që nuk është kështu. Zotëri, ju mund të merreni seriozisht për atë çfarë keni bërë në Ministrinë e Mbrojtjes. Dhe shpresoj që gjithkush në këtë vend që ka drejtuar deri më sot të jetë i barabartë përpara ligjit. Sepse sa për politikën, unë besoj që ju e keni humbur shansin të merreni seriozisht me të, që kur ditën që hypët mbi tank për të gjunjëzuar Berishën, pastaj zbritët nga tanku dhe u gjunjëzuat përpara tij. Batutat kanë vijuar dhe mëtej. Me ish-kryetarin e bashkisë, sot ish-kryeministër, janë marrëdhënie të njohura. Të gjithë e dinë që u bërtiste që nga VC-ja Mimi mbaroi letra higjienike.